që një kohë gjatë që ato e kemi. Edhe ajo është prej dijeve të dobishme. Pak po më çudisim vllaznia kur e merr fëmin e vet që e ka investim kapital, edhe e çon tek hoxha për më mësu shahadetin, më mësu surën al-Fatiha, më mësu qul huwallahun, më mësu felekun, nasin, apo edhe surat e tjera. Vllazni që to gjanat elementare, mos ja jepni mundësinë hoxhallarë ata më marrësh problemet e mëdha, merrni vet. Sa i fëmia jo të njëjtën ka me thon shahadetin. E nëse ja ka mësu hoxha, mirë, keq problemet shkoj tek hoxha. Ai të njëjtën ka me lexu surën al-Fatiha. Po flas për fëmijët besimtar musliman. Të njëjtën ka me lexu inata dhe kul huwallahun, edhe këto surat e shkurtra. Andaj qito të lehta, po shumë do me thonë se epnja veti atë privilegj, atë nder. E pastaj për ma shumë, e qëni tek hoxha. Thët dikush, apo s'ka mundë sinire me një sure, po vallaj, veç kul huwallahun me mësue, nipit apo mesës, djalit apo vajzës, apo dikuj tjetër, ton kohën, ton jetën, sa i lexon ai, ti i gjalla apo i vdekur ty të vinë shpërblimet. E aq më mirë nëse ti vdes se dikush ende e adhuron Allahun me çato sure që ti ja ke mësuar.